Vitet e fundit është kthyer në vëmendje të ndjeshme arsimi profesional në qytet, por pavarësisht kësaj vëmendje të shtuar dhe numri më të lartë të nxënësve, të cilët zgjedhin këtë arsim, sërish ata nuk i plotësojnë dot nevojat e tregut, si dhe të biznesit vendas. Gentian Boçi, drejtuesi i Shkollës Industriale Pavarësia në Vlorë, thotë se qyteti ka nevojë për dyfishim, por edhe për më tepër nxënës në arsimin profesional, të cilët më pas të jenë të aftë për punë. Boçi thot se praktika në bizneset e vendit ka dhënë tepër efekte pozitive në aftësimin profesional të nxënësve në qytetin e Vlorës, për të bërë më pas të aftë për tregun e punës. Vlora vetëm qyteti Vlorës, pa u zgjeruar më tej, ka nevojë për dyfishimin e numrit të nxënësve të shkollës tonë. Ne vërtet kemi një numër nxënësish, po ne kemi 5 dekë dhe këta nxënës kemi 4 vite dhe 5 drejtime, që numri i nxënësve tonë pjesëtohet me 20. Për të thënë se sa specialistë çdo fushë, nxjerrim çdo vit, nxjerrim 20 mekanik, 20 IT, 20 servis makinash e kështu me radhë, gjë që janë fare të papërfillshme, vetëm investimet e reja i 300 nxënës, ndërsa aktualët nuk kanë, me zhvillimet që ka qyteti Vlorës, ne kemi të paktën duhet kemi dyfishin e nxënësve që të plotësojnë gjithë kërkesat. Pasi edhe sot ka ndryshuar gjëja më kryesore te biznesi, jo vetëm që është afruar shkollave, po ka ndryshuar dhe mundësia e biznesit. Nxënësi nuk e shkon më nxënësin e shkollës tonë, biznesi nuk e shkon më nxënësin e shkollës tonë si një përgjegjësi apo si një kontribut për shkollën, por edhe ne vetë e kemi organizuar punën në mënyrë të tillë që në vit të parë nxënësit i japim njohuri të bazë të biznesit, të profesionit dhe nuk e çojmë në biznes, dhe kur e çojmë në vit të dytë, nxënësi jonë jo vetëm merr nga biznesi, por edhe jep. Është e vetmja mënyrë që ne të mos jemi një bar për biznesin, po të jemi partner. Nxënësi jonë që në ditën e parë të prezantimit një biznes, ka se çfarë të japi biznesit, ka dhe çfarë të marri. Po të paktën këto gjëra as njësojnë njëra tjetrën dhe pas 2-3 muajsh apo 4 muaj nxënësi i jep më shumë biznesit se sa i merr. Shkolla këtu ka interesin e saj, pasi thash një nxënës në biznes, për mendimin tim është nxënësi më i kualifikuar nga të gjithë. Gentian Boçi, drejtuesi i Shkollës Profesionale Industriale Pavarësia në Vlorë, thosë se në bizneset lokale, nxënësit kryejnë praktikën me teknologjinë e fundit, pasi biznesi i qytetit ka një teknologji shumë herë më të përparuar se sa institucionet lokale. Biznesi e bën shumë herë më shpejt se sa një institucion shtetëror përshtatje me teknologjinë e fundit. Ne edhe dje për shembull, kishim një biznes që ka hapur që përputet me degën tonë të IT-s, me printera 3D, me makina CNC, të printimeve, gjë që janë fjalë e fundit e teknikës në fushën e IT-s, në fushën e prodhimeve të multimedias, do të thosh, jo IT në kompjuter, po reklamat, adezivët dhe prodhime në 3D. Gentian Boçi tregon se në krahasim me vitet e mëparshme, për sa i përket infrastrukturës dhe teknologjisë së përdorur, janë përmirësuar ndjeshëm edhe shkollat profesionale të qytetit, gjë e cila duhet të përmirësohet në vazhdimsi. Sipas Gentian Boçit, duhet jetë me patjetër krijimi shoqatave të biznesit, të cilat lehtësojnë shumë punën e shkollave profesionale në komunikimin e tyre me bizneset lokale. Shkollat profesionale, nëse ka shkolla që ka ndryshuar në këto vite, janë shkollat profesionale. Kjo është ndryshuar sepse kjo ka ardhur si nevojë e kërkesave të shumta për specialistë të kualifikuar në të gjithë Shqipërinë. Nuk është vetëm shkolla industriale, ne jemi 30 shkolla profesionale, të cilat gëzojnë një status të veçantë, varim nga një ministri e veçantë dhe kemi të gjitha lirshmëritë dhe mundësitë që në çdo rast të ndryshimit të tregut apo të kërkesave të tregut, këto kërkesat i dërgojmë në ministrinë tonë dhe shumë shpejt këto kërkesa zgjidhen dhe kjo është një përvojë tashmë 10-12 vjeçare ku ne, fjala jonë dhe interesat e biznesit të qytetit dëgjojnë menjëherë nga ministria dhe nuk presim ato kohët e pafundme për të bërë një ndryshim në shkollë. Megjithatë, tashmë që biznesi në të gjejsuar, besoj se ka ardhur dhe kohë që bizneset e vetmja mangësi që do konstatoja unë të bizneset është mungesa e shoqatave të bizneseve. Ne për të marrë një nevojë të tregut të qytetit të Vlorës për të hapur një profil apo një degë të re, duhet të komunikojmë me 95 apo me 100 biznese njëri pas tjetrit. Kjo gjë nuk funksionon dot, nuk mund të vazhdojë kështu. Ne do ishim të kënaqur nëse do kishim shoqata të bizneseve sipas profesioneve me të cilët ne mund të flisim me shoqatën kjo do bënte që edhe ne të plotësonim më mirë nevojat e tregut, i përshtasim më mirë mësimet tona dhe kurrikulat tona me shkencën, me arritjet e fundit të shkencës teknikës, po edhe të arrijmë në konkluzione dhe të merrnim masa më të shpejta dhe më të sakta nëse do ne do flisim me një shoqat të
secili drejtim të shkollës. Duke folur një nga një, kjo punë besoj se edhe kjo punë duhet të zgjidhet, por kjo është i takon më shumë biznesit se sa neve.